Agjencia e Sigurisë Kombëtare humb autoritetin ligjor për të grumbulluar të dhënat e telefonatave. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes premton $18 milion për Vietnamin si ndihmë për patrullimin e kufive. Ministri i Jashtëm rus Lavrov kritikon Bashkimin Evropian për publikimin e një liste të zyrtarëve evropian që ndalohen të udhtojnë në Rusi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni Organizata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njerëzit Human Rights Watch thotë se Shtetet e Bashkuara duhet kërkojnë nga Serbia hetimin dhe ndjekjen e krimeve të luftës dhe të trajtimit të strehim kërkuesve në Serbi. Në Shqipëri Ambasada Amerikane vlerëson përpjekjet që po bëhen për dekriminalizimin. Agjencia Amerikane e Sigurisë Kombëtare ka humbur autoritetin ligjor për të grumbulluar të dhënat e telefonatave pasi Senati nuk ra dakord të dielën për të zgjatur disa dispozita të vendosura pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Por Senati ka miratuar një projekt ligj që do të reformonte programin e përgjimit të brendshëm. Senati votoi 77 me 17 për të filluar debatin mbi aktin e lirisë që jep kompanive të telekomunikacionit dhe jo në SAS detyrën për grumbullimin dhe mbajtjen e të dhënave telefonike të amerikanëve në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Votimi erdhi pasi udhëheqësi i shumicës në Senat, Mitch McConnell, hoqi dorë nga një përpjekje për ta zgjatur përkohësisht programin e spionazhit në SAS. Ne nuk duhet të çarmatosemi në mënyrë të njëanshme, ndërsa armiku ynë bëhet më i sofistikuar dhe më agresiv. Ne nuk duhet ta bëjmë këtë bazuar në një fushatë demagogjike dhe disinformuese të ndërmarrë pas veprimeve të palishme të Edward Snowdenit, që tani është në Rusi. Programi dikur sekret u zbulua në vitin 2013 nga ish kontraktori në SAS Edward Snowden, duke tërhequr kritika nga mbrojtësit e lirive civile që thonë se ai shkel privatësinë e amerikanëve. Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar tashmë versionin e saj të aktit të lirisë që ka bashkautor senatorin nga Vermonti Patrick Leahy. Më parë flisnim si ta mbanim këtë vend të sigurt dhe aq shumë për privatësinë amerikane. Ky është një projekt ligj që i bën të dyja. Legjislacioni do të jap fund grumbullimit të dhënave telefonike të amerikanëve nga NSA-ja. Projekt ligji përfshin reforma të reja që do të kufizojnë përgjimet e qeverisë, do të rrisin transparencën, por do të kërkojnë gjithashtu përgjegjësimë më të madhe dhe më shumë mbikëqyrje, gjë që akti Patriot nuk e kishte. Senatori republikan Rand Paul, që po kandidon për president, udhëhoqi opozitën kundër programit përgjimit duke përdorur rregullat e Senatit për të vonuar një votim përfundimtar dhe duke bërë që dispozitat të anuloheshin. A do ta jepnit ju lirin tuaj? Unë nuk do ta lejoja këtë. Nuk mendoj se populli amerikan do ta lejojë këtë më tej. I don't think the American people are going to take it anymore. Senati do debatojë mbi projekt ligjin deri të martën. Nëse miratohet pa u ndryshuar, ai do të shkojë në Shtëpinë e Bardhë për firmën e presidentit Obama. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kthehet sot në Shtetet e Bashkuara nga Zvicra, ku ndodhi i shtruar në spital. Sekretari Kerry theu këmbën gjatë një aksidenti me biçikletë në Skonzje të Francës, rreth 40 kilometra larg kufirit në Zvicrën. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Kirby tha se zoti Kerry qëndroi për një natë në spital për të qenë në vëzhgimin e mjekëve dhe se sot ai kthehet në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësi tha se sekretari Kerry është në gjendje të mirë shpirtërore dhe ka qëndruar aktiv, duke bërë disa telefonata, mes tyre edhe me presidentin Obama. Zoti Kerry, që gjatë aksidentit theu femurin, do ta vazhdoj trajtimin e tij në Boston. Një zëdhënës tha se për shkak se dëmtimi ishte pranë vendit ku ai kishte patur edhe më parë një ndërhyrje kirurgjike, do trajtohet nga një njëjti mjek që kreu operacionin e parë. Zoti Kerry ndodhej në Zvicër për bisedime me ministrin e jashtëm të Iranit Mohammed Javad Zarif, që synojnë arritjen e një marrëveshjeje bërthamore deri më 30 qershor. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov kritikoi Bashkimin Evropian për publikimin e një liste të zyrtarëve evropian që ndalohen të udhtojnë në Rusi. Ai bëri komentet sot në Moskë gjatë një takimi me homologun e tij italian Paolo Gentiloni për të diskutuar mbi marrëdhënien dypalshe.
Ministri i jashtëm i Italisë Paolo Gentiloni tha pas një takimi me biznesmenët italianë në Moskë se krijoi bindjen që ata duan ta vazhdojnë punën e tyre në Rusi dhe të kërkojnë atje mundësi të reja. Është e qartë se ata dëshirojnë ta vazhdojnë punën e tyre këtu. Sigurisht ekzistojnë vështirësi, por është gjithashtu e qartë se situata e re na jep mundësi të reja, tha zoti Gentiloni. Duke folur në prani të ministrit italian, ministri rus Sergej Lavrov tha se Rusia është zhgënjur me reagimin e Evropës ndaj masave të Moskës për të ndaluar 10 zyrtar evropian të vizitojnë Rusinë. Ai kritikoi Bashkimin Evropian për publikimin e kësaj liste që duhet të mbetej konfidenciale. Ne dorëzuam këtë listë me kërkesë të BE-s mbi bazën e konfidencialitetit, por ajo menjëherë u publikua nga mediat. Bashkimi Evropian, i cili normalisht nuk komenton për rrjedhjet e informacionit, e bëri listën subjekt komentesh. Pra unë shoh këtu shkelje të normave etike, tha ministri i jashtëm rus. Zoti Lavrov shpjegoi gjithashtu se ata që janë në listën e personave të ndaluar për të udhëtuar në Rusi kanë mbështetur ngjarjet që çuan në përmbysjen e presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych në shkurt të vitit 2014. Rusia fajson për krizën në Ukrainë atë që ajo e quan ndërhyrje amerikane në një rajon që Moska e ka parë tradicionalisht si sferën e saj të ndikimit. Kriza në Ukrainë i ka zhytur marrëdhëniet mes Rusisë dhe Perëndimit në pikën e tyre më të ulët që nga fundi i luftës së ftohtë. Por Shteteve të Bashkuara u duhet bashkëpunimi rus për të zgjidhur një sër çështjesh të tjera globale, si Irani dhe konflikti sirian. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter premtoi një ndihmë prej $18 milion për Vietnamin që të blej anije të prodhuara në Shtetet e Bashkuara për patrullimin e kufive. Synimi i kësaj ndihme është përmirësimi i kapacitetit të mbrojtjes që ka vendi. Sekretari Carter ndodhet në vendin komunist me qëllim që të fuqizojë lidhjet ushtarake mes të dy vendeve. Pjesë e kësaj përpjekjeje ishte nënshkrimi me homologun e tij vietnamez i deklaratës së vizionit, një udhëzues për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh. Kjo përfshin ndihmën e Shteteve të Bashkuara për Vietnamin, që ai të përgatitet për të marrë pjesë në operacionet paqëruese të Kombeve të Bashkuara. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, Human Rights Watch, tha se Shtetet e Bashkuara duhet kërkojnë nga Serbia hetimin dhe ndekjen e krimeve të luftës dhe të trajtimit të migruesve dhe strehim kërkuesve në Serbi. Kërkesa drejtuar nën presidentit amerikan Joe Biden u bën në prag të vizitës në Washington të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Organizata thekson se qeveria serbe duhet të sigurojë më shumë efikasitet në hetimin dhe ndjekjen e zyrtarëve të lartë që mund të kenë përgjegjësi komanduese për krimet e luftës dhe të sigurojë hetimin e transferimit të qindra trupave të shqiptarëve të Kosovës në Serbi në vitin 1999. Organizata vë theksin tek hetimi i vrasjes së vëllezërve Bytyçi, 3 shtetasve amerikan me preardhje nga Kosova, që u ekzekutuan në vitin 1999. Dhe të siguroj hetimin e dyshimeve për krime lufte ndaj shefit të shtatmadhorisë serbe, Lubisha Diković. Para nisjes për në Shtetet e Bashkuara, kryeministri serb kërkoi ndriçimin e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, duke e cilësuar këtë rast si një nga pengesat kryesore në marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Gjykata penale në Shkup për disa orë ka diskutuar sot në lidhje me kërkesën e drejtuesit opozitar Zoran Zaev për hedhjen poshtë të akuzave kundër tij. Prokuroria maqedonase akuzon zotin Zaev për përdorim të dhunës kundër përfaqësuesve të organeve më të larta të shtetit, ndërsa bashkëpunëtorët e tij për spionazh. Pala mbrojtësi e zotit Zaev thotë se veprimet e tij nuk përbëjnë vepër penale kundër shtetit. Zoran Zaev dhe opozita për disa muaj rresht kanë publikuar biseda të përgjuara telefonike ku pretendohet se zyrtar të lartë të qeverisë flasin për manipulime dhe shpërdorime. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë atje Isak Ramadani. Rasti i njohur si puç nga organet hetuese dhe në opinionin publik të Maqedonisë, ku akuzohet drejtuesi opozitar Zoran Zaev dhe 4 të tjerë, ka vënë në sprov gjyqësorin e vendit.
në këtë vend ku sa vjen e shtohen vërejtje të institucioneve ndërkombëtare mbi kontrollin nga pushteti të gjyqësorit, por dhe për shkallën e lartë të korrupsionit, akuzat për dhunë dhe spionazh kundër personaliteteve politike për një numër analistësh, por dhe ekspertësh ligjor nuk paraqesin ndonjë të papritur në një kohë kur ka shpërthyer skandali i madh i përgjimeve. Zoran Zaev akuzohet për dhunë kundër përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore. Ish drejtori i Agjencisë së Sigurisë dhe kundër zbulimit Zoran Verushevski akuzohet për spionazh, për përgjim të paligjshëm dhe dhunë kundër përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore dhe së bashku me gruan e tij ndodhen në paraburgim për akuzat e njëjta. Po ashtu një bashkëpunëtor i zotit Zaev ndodhet në burg në pritje të vendimit gjyqësor, ndërsa një pjesëtar i policisë sekrete ka pranuar akuzat kundër tij dhe është dënuar me procedurë të shpejtë me 3 vjet burg. Ky i fundit është kthyer në dëshmitar të këtij procesi. Ndërkohë, drejtuesi opozitar Zaev vëren se në akt akuzë nuk qëndrojnë fjalët shërbime të huaja sekrete, ndërsa një person është dënuar për spionazh, që është e palogjikshme sipas tij sepse spionazhi sipas ligjit ndërlidhet me një institucion në shërbim të huaj sekret. Nga ana tjetër, kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski vazhdon të akuzojë rivalin e tij Zoran Zaev si bashkëpunëtor të shërbimeve të huaja sekrete, por pa saktësuar ndonjë shërbim konkret dhe për montazhin, prerjen dhe ngjitjen e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë qeveritar. Opozita për 4 muaj ka publikuar biseda të përgjuara telefonike ku pretendohet se dëgjohen zërat e kryeministrit, disa ministrave dhe zyrtarëve të tjerë të lartë shtetëror duke folur për manipulime të ndryshme të zgjedhjeve, gjyqësorit, medias e biznesit. Kriza politike si pasojë e gjithë kësaj nuk po mund të gjejë ende një zgjidhje. Nesër në Shkup do të vijë komisioneri për politikat e fqinjësisë dhe zgjerim të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, dhe 3 deputetët e Parlamentit Evropian në cilësinë e lehtësuesve, siç thuhet këtu, të bisedimeve ndërmjet 4 drejtuesve të partive më të mëdha. Megjithatë, analistët nuk presin ndonjë përparim të madh drejt zgjidhjes së krizës. Opozita maqedonase ngul këmbë për formimin e një qeverie të përkohshme pa Nikola Gruevskin në krye të saj, ndërsa ky i fundit thotë se qeverinë mund ta formojë vetëm se ajo parti e cila fiton votat në zgjedhje. Partitë shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike duket se mbështesin qëndrimet e VMRO-DPMNE-s dhe Nikola Gruevskit në lidhje me këtë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Në Shqipëri, ambasada amerikane vlerësoi sot përpjekjet që po bëhen për dekriminalizimin, pas vendimit të Partisë Demokratike për të tërhequr nga gara kandidatin e saj në kryqëzor për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Partia Demokratike nuk ka nxjerrë asnjë njoftim zyrtar për këtë rast, ndërkohë që ka kërkuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve regjistrimin e kandidatit Gentian Muhameti. Burime nga Partia Demokratike thanë se drejtuesit e saj e kanë thirrur për të sqaruar të kaluarën e tij, por ai ka mohuar të ketë patur probleme, ndonse ai dyshohet që edhe të jetë dënuar nga një gjykatë në Itali. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ambasada amerikane shkruan se përshëndet lëvizjen e guximshme të Partisë Demokratike dhe hapat e ndërmarrë nga partitë e tjera mbi dekriminalizimin, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet në vazhdim për të pastruar politikën në Shqipëri. Në fund të muajit prill, pak përpara se të mbyllej afati përfundimtar i regjistrimit të kandidatëve, ambasadori amerikan Donald Lu deklaroi se kishin identifikuar disa emra personash me histori të mundshme kriminale dhe se ishin duke i diskutuar rastet e tyre me udhëheqësit politik. Ndërsa pak javë më vonë, në një intervistë për revistën Java, ambasadori tha se disa nga këta emra ishin hequr dhe se shpresonte se do të hiqeshin më shumë, por pa dhënë detaje të tjera. Në Kosovë sot janë mbajtur shumë veprimtari me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve, 1 qershorit. Veprimtarët humanitar thonë se në Kosovë nuk bëhet sa duhet për respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe se ata përballen me rreziqe të ndryshme. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, u shënua me shumë veprimtari kulturore e artistike në Kosovë. Por kremtimet janë vetëm njëra pjesë e kësaj dite. Gjendja reale e fëmijëve në vend ende duket e zymt. Fëmijët janë viktima të dhunës në familje dhe jashtë saj, ata përballen me varfëri dhe mungesë të kushteve për t'u arsimuar.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha sot në mbledhjen e Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijëve se edhe Kosova, sikur shumë vende të botës, përballet me sfida të shumta për të garantuar të drejtat e fëmijëve. Jam pas të koshiencë se edhe në Kosovë kemi probleme tona që lindin qoftë për shkak të pasojave të luftës, qoftë për shkak të ngecjes së zhvillimit ekonomik dhe varfërisë lartë. Kemi fëmijë që nuk arrin të realizojnë drejtat e tyre në qerdhë të fëmijëve. Kemi fëmijë që për shkak të rrethonave të luftës kanë mbetur pa prindër. Fëmijë që në moshë të re apo në moshë të vogël kryejnë punë në rrugë dhe punojnë si të mitur për të siguruar të ardhura për familje. Fëmijë që kanë mbetur jashtë bankave shkollore dhe rrezikojnë vetëm në analfabet. Dhe të në veçmas do të kemi kujdes me komunitetet minoritarë dhe fëmijët e tyre. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja të drejtave të fëmijëve ende betet sfidë për Kosovën që nga arsimimi deri te shëndetësia. Donjet Kelmendi nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë në një bisedë me Zërin e Amerikës thotë se në Kosovë shumë kategori të fëmijëve përballen me mungesë të respektimit të drejtave të tyre. Fëmijë të cilët ju shkelen të drejtat e tyre, kemi fëmijë pa përkujdes prindror, kemi fëmijë të cilët janë viktima të dhunës në familje, viktima të shfrytëzimit apo trafikimit, fëmijë të përfshirë në punë të rënda. Pastaj do të potencoj po ashtu që edhe fëmijët me aftësi të kufizuara nuk gëzojnë të drejtat e tyre themelore, nuk gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre themelore, pra kanë barjera qoftë në arsimim, në shëndetësi, qasje në shërbime shëndetësore, apo edhe barjera fizike, do të thënë në infrastrukturë fizike. Kështu që do të punohet shumë më shumë dhe duhet të investohet shumë më shumë në mbrojtjen e fëmijëve. Zonja Kelmendi thotë se fëmijët që vijnë nga familjet e varfra janë më të rrezikuarit në shoqëri, ndërsa u bën thirrje institucioneve që të ndërmarrin hapa të shpejt për të siguruar të drejtat kësaj kategorie. Prandaj është e domosdoshme dhe është më se e nevojshme apo më se urgjente të që të merren masa sa më shpejt që fëmijëve t'ju garantohet të drejtat e tyre themelore. Një ndër rekomandimet që ne kemi ofruar tash sa kohë është edhe për rritjen e buxhetit për familjet të cilat jetojnë në skemën e asistencës sociale. Sepse siç dihet, shuma prej 65 eurove mesatare për një familje e përbën nga 4 anëtar është e pamjaftueshme qoftë edhe për nevojat elementare ushqimore, pa përmendur shpenzime tjera që mund t'i ketë një familje. Veprimtarët humanitarë thonë ndërkaq se Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por problemet qëndrojnë në mosbatimin e tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Në Paris, ura e arteve, e cila njihet ndryshe edhe si ura e të dashuruarve, me sa duket nuk do të jetë më ashtu siç ka qenë prej 10 vitesh. Ura përkëmbësor e shekullit të 19 ka qenë një vend i shenjtë për të dashuruarit, qofshin ata parizian apo nga gjithë bota, të cilët vendosin aty drynat në mënyrë simbolike për t'i dhënë pavdeksin dashurisë së tyre. Por sot disa punëtor filluan të i hiqnin mira drynat e vendosur në urë, sepse Bashkia e Qytetit tha se ato përbëjnë rrezik. Verën e kaluar disa nga kablot e urës ranë luminsena. Disa turistë që kalonin sot atje thanë se u ndjen të zhgënjyer me heqjen e drynave, simbole të dashurisë së përjetshme. Por ndoshta zhgënjimi i tyre nuk do të zgjasë shumë. Parisi ka edhe rreth 10 ura të tjera mbi sen, ku mund të mbahet gjallë tradita e dryneve të dashuruarve, të paktën për disa kohë. Ndërsa në New York rilind kompleksi i qendrës botërore të tregtisë. Pamje të mrekullueshme të gjithë qytetit gjigant dhe deri në brigjet e Oqeanit Atlantik u bën të disponueshme për publikun me inaugurimin e një terrace vrojtimi në majën e qendrës së tregtisë One World, e cila zëvendësoi ndërtesat e shkatruara nga sulmet e 11 shtatorit të 2001-shit. Theksi u vendos tek e ardhmja e New Yorkut, por duke kujtuar edhe të shkuarën,
Njerëz nga gjithë bota mbajtën radhë për të ngjitur në majën e kësaj ndërtese të re plot shkëlqim, e cila arrin lartësinë 541 metra, duke qenë kështu ndërtesa më e lartë në kontinentin e Amerikës së Veriut. Ajo u përfundua në fillim të këtij viti dhe u deshën disa vite punë, 45.000 ton çelik dhe 159.000 metër kub beton, me të cilat u ndërtuan 28.000 metra katror hapësira zyrash. Taraca e vëzhgimit ishte objekti më i fundit që u hap për publikun. Dave Checketts është drejtori i firmës Legends që menaxhon objektin. Jemi rikthyer tashmë, e ringritëm këtë ndërtesë. Observatori shtrihet në 3 kate të ndërtesës, në katet 100 deri në 102. Për të ngjitur atje përdoret një ashensor që udhëton për 47 sekonda, duke shpalosur gjatë rrugës pamje panoramike të New Yorkut dhe të rajonit. Sapo dalin nga ashensori, vizitorëve u shfaqet një tjetër video me pamje të personave që ndihmuan në ndërtimin e kullës së parë të qendrës botërore të tregtisë, e njohur ndryshe dhe si kulla e lirisë. Më në fund, pamjet kulmojnë me Manhattanin dhe deri larg në horizont. Në një ditë të kthjellët, syri mund të vështrojë deri në 80 kilometra distancë në të gjitha anët. Në hyrje u prej një shirit për publikun, i cili mund ta vizitojë me një bilet prej $30. Por kjo nuk ishte ajo çka mbizotëroi në mendjet e vizitorëve të ditës së parë. Është shumë mbreslënse, e shkëlqyer. Është fantastike. Tashmë kam përmbushur dhe një tjetër dëshirë timen. Vendi im ndihmojnë në ndërtimin e kësaj ndërtese. Nga ne vijnë trarët e çelikut të vendosura në themel, pra vendi më i vogël i botës ka ndihmuar qytetin më të fuqishëm të botës. Një nga pronarët e firmës Legend është Jerry Jones, pronari i skuadrës Dallas Cowboys, i cili përmbledh ndjesitë e njerëzve që kujtojnë 11 shtatorin. Sa i thonë që pasi të kanë rënuar, të ringrihesh sërish në këmbë. Kështu e mendojmë veten në këtë vend. Observatori do t'i sjellë autoritetit portual të New Yorkut të ardhurat të garantuara prej $875 milion për 15 vite të ardhshme, duke filluar nga dita e inaugurimit. Por ndoshta më e rëndësishmja ishte të shikoje qendrën botërore të tregtisë si një vend kujtese dhe shprehse për të ardhmen. Qendrat tregtare, stadiumet dhe kampuset universitare së shpejti mund të kenë një mjet të ri për të luftuar krimin. Një kompani e quajtur Nightscope thotë se robotët e saj të lëvizshëm mund të parashikojnë dhe parandalojnë krimet. Kompania thotë se synon të ulë krimet me rreth 50% në zonat ku do të patrullojnë robotët. Dikur pjesë e filmave fantastiko-shkencor, robotët po bëhen realitet. Këta robot roje të sigurisë do të ndryshojnë botën, thot William Santana Lee. Në planetin tonë jetojnë 7 miliard njerëz dhe së shpejti do të bëhen 9 miliard. Organet ekzistuese të rendit nuk do të jenë në gjendje ta përballojnë këtë. Ai thotë se kompania e tij, Autonomous Data Machines, mund të shërbejë si sy dhe veshët e organeve të rendit. Ai tregon se çfarë shikon roboti në këtë demonstrim në Los Angeles. Ndërthurja e njeriut me robotët, makinat bëjnë punën monotone kompjuterike dhe nganjëherë punë të rrezikshme, ndërsa njeriu merr vendime strategjike dhe kështu ndodh bashkërendimi i gjërave. I gjatë 90 cm dhe me peshë 136 kg, këto makina lëvizin lirshëm brenda një perimetri të caktuar. Ato nuk janë të armatosura, por kanë videokamera që filmojnë 360 gradë. Po ashtu kemi një sistem optik identifikimi në robotët që kontrollon 300 targa makinash në minutë. Robotët mund të zbulojnë armë kimike dhe biologjike. Lee thotë se edhe pse robot, prania e tyre mund të ndryshojë sjelljet kriminale. Por profesori i ligjeve, Eugene Wallach, thotë se robotët duhen përdorur sipas rregullave. Nëse roboti ndodhet aty ku është policia dhe shikon ato që mund të shikojë polici, atëherë nuk ka probleme kushtetuese, nuk ka probleme të privatësisë. Profesori thotë se mund të ketë shqetësime të ngjashme me ato që dalin nga policët që kanë kamera trupore. Një shqetësim është se në rastin kur dikush bën diçka të palishme në vende publike mund të arrestohet dhe gjobitet, por ata nuk duan që videoja që pasqyron këtë veprim të publikohet sa herë i kërkon dikush të vihet në internet.
Do të jetë interesante të shihet se si ligjet e shteteve do ta trajtojnë këtë çështje të survejimit kur flitet për arkivimin e të dhënave publike. William Santanali thotë se shumë kampuse universitare, qendra tregtare dhe stadiume së shpejti mund të kenë robot të lëvizshëm. Ai thotë se ka një listë gjatë subjektesh brenda dhe jashtë Amerikës që janë të interesuar tek këto sigurie të së ardhmes. Shpesh kemi dëgjuar brezin më të moshuar të shprehet se rinia e sotme e ka më të lehtë se që kishin ata, por në realitet nuk është tamam ashtu. Të rinjtë e sotëm, sidomos vajzat, ballafaqohen me një numër problemesh, ngacmime nga moshatarët, stresi, droga, dhuna, depresioni dhe shtatzania në moshën adoleshente. Një program në New York po ndihmon vajzat nga mosha 13 deri në 19 vjeç të përballen me këto sfida. Felicia Gibson Jaycox e përdor shpesh termin fuqizimi i adoleshentëve. Ajo është presidente e shoqatës The Power of You Teens, fuqia e adoleshentëve, një organizatë me bazë në Harlem të New Yorkut, e cila punon me 40 vajza, disa nga familje imigrante. Objektivi është të krijohet një sistem mbështetje për t'i nxitur drejt suksesit në jetë dhe karrierë. 17 vjeçarja Alexandra Christopher, nxënëse cilësore në shkollë të mesme, nuk i kishte rënë kurrë pianos deri kur organizata e regjistroi në mësime muzike. Po ashtu, ata e prezantuan me biznesmenen Shona Graham, e cila e këshillon Alexandrën. A major goal that I have. Kam një ëndër të madhe, disi të largët, por gjithsesi të realizueshme, që kur të rritem të shëtis botën duke dhënë koncerte si pianiste. It's like a huge goal. I want her to... Dua që ajo të nxjerrë në pa individualitetin e saj, tiparet unike që ka, të forcoj besimin tek vetja dhe ato që do të arrijë. Kayla McMillan do të hap një ëmbëltore. Ajo thotë se shoqata e ka ndihmuar të përballojë problemet që has një 15 vjeçare, si ngacmimet apo xhelozin. A lot of people... Në shkollë ka shumë njerëz që thonë gjëra jo të mira për mua pasi kanë xhelozi sepse e dinë se unë po ec mirë, por në shoqatën The Power of You Teens askush nuk përpiqet të më ofendoj. No one is trying to put you down. Presidentja Jaycox e mban afër Kaylan. Ajo thotë se adoleshentët kanë vështirësi të shumta. They have bullying. Ato duhet përballojnë stresin, ngacmimet, rrezikun nga droga, shtatzania në moshë të re dhe probleme me vetbesimin. Mendojmë se çdo vajzë ka nevojë për një përkrahës që e ndihmon të forcojë besimin dhe vullnetin për të mos u tërhequr. Një pjesë e suksesit vjen nga kontaktet që kanë vajzat me biznesmenet suksesshme. Andrea Reyes dhe motra e saj kanë jetuar dhe punuar në Ugandë. Zonja Reyes thotë se jeta në Ugandë i ka dhënë formë botkuptimit të saj. They use things till they literally fall apart. Like they're going to wear the shirt, and then when the shirt is like ripped, they'll maybe like tie it in their hair, maybe they'll use that as a rag to clean things up. So it really inspired me that we can make a lot of things with what we already have. Presidentja e shoqatës Felicia Gibson Jaycox thotë se dëshiron që vajzat të bëhen forcë ndryshimi në të ardhmen, duke krijuar një armatë udhëheqësesh të talentuara që japin kontribut për komunitetet e tyre dhe për mbar botën. Një grua amerikane 92 vjeçare që i ka mbijetuar kancerit hyri në librin e rekordeve si gruaja më e moshuar që përfundon me sukses maratonën. Harriet Thompson nga Charlotta e Karolinës së Veriut e përfundoi maratonën e rock and rollit në San Diego të Kalifornisë për 7 orë 24 minuta dhe 36 sekonda. Ajo prit me duar trokitje nga tifozët e saj në vijën e finishit. Harriet është pianiste dhe ajo ka patur fatin të bjerë pianos 3 herë në sallën e famshme të koncerteve në Carnegie Hall. Ajo tha se melodia që këndonte me mend kur raponte e ndihmoi atë ta çojë garën deri në fund. Ajo filloi të marrë pjesë në maraton kur ishte 17 vjeç, si një aktivitet për të mbledhur fonde për përpjekjet kundër leuqemisë dhe limfomës. Ishte ky ditari për sot, natën e mirë dhe mirupafshim. I'm Esther Gidou-Ewart with Ask the Doctor. This is VOA.
follow us on voaswahili.com.